9 grada. Përshëndetje, po ndihni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku disa nga momentet më virale të botës virtuale në lidhje me ngjarje në vend, në rajon dhe në rang ndërkombëtar. 10 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, duket se fushata elektorale le të themi është nxehur më së shumti dhe kanë vijuar në fakt edhe deklarata të cilat kanë tronditur dhe shokuar edhe opinionin publik në tërësi. Si për shembull ajo e drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Elbasan, Tomor Alizoti, i cili ka lëshuar një kërcënim fizik pikërisht në takimin elektoral që u mbajt dhe në Librazh, duke deklaruar se do t'i hajt të gjallë socialistët. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj. Një mesazh për ju, që jeni jashtë dhe jeni cepave. Ju që i shkoni njerëzve në përshpia për t'ju marrë votat. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj, që kishin tanke, kishin ushtri e kishin polici. Juve do t'ju ham të gjallë, nëse prekni demokratët, nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Një mesazh për ju. Në fakt, ai tha fillimisht se nuk do të fliste gjatë, do t'i binte shumë shkurt, duke lëshuar pikërisht edhe këtë kërcënim të drejtë për drejtë, do t'ju ham të gjallë, dhe më pas i jep edhe fjalën doktor Berishës, i cili në Librazh kishte veshur në fakt, le themi, një kostum më pak formal dhe madje kishte mbathur edhe atletët të zeza, pasi rikujtojmë se në Valencia komentoi atletët e bardha të Ramës, duke folur edhe duke ankuar të ndërkombëtarët përgjatë edhe Kongresit të Partive Popullore Europiane. U i rikthyer nga Spanja, pikërisht në Librazh, dhe doktor Berisha vijon në fakt në të njëjtën linjë të deklaratave të tij. Ashtu siç dia i sulmonbantat, duhet ndëshkoni këtë bandë në votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. por për te i këtyre deklaratave duket se Sali Berisha ndoshta nuk e ka marrë veten nga udhëtimi i gjatë që ka kryer nga Valencia drejt edhe për të kthyer në Shqipëri për të vijuar takimet elektorale, pasi ngatrohet sërish dhe i referohet Tomor Alizoti si drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Beratit. Ndjekim videon. Të Berat, dashur zoti Tomor Alizoti, udhëheqës politik i qarkut të Beratit, udhëheqës politik i qarkut të Elbasanit. Dashur zoti. Në ato që cilësohen si përballje virtuale në kuadër dhe të fushatës elektorale në rrjetet sociale, në një nga takimet elektorale të kryedemokratit Berisha përgjatë të ditëve, ai ka akuzuar Ramën për aktin më të rëndë antikombëtar në një fjalim të tij, të cilën Rama e ironizon dhe risjell në sagën e bufit të Kënetës dhe i rikujton në fakt edhe marrëdhënien me Fredi Belerin. Ndjekim videon. Ka bërë aktin më të rëndë antikombëtar në historinë 104 vjeçare të këtij vendi, 5 vjeçare të këtij vendi, ka bërë pazari e kufirit detar të Shqipërisë me Greqinë, në të cilën ministri i jashtëm grek thotë fituam zgjerimin e ujrave territoriale me 12 milje. Ka bërë. Këto ishin disa nga momentet kryesore të cilat vinë në kuadër të fushatës elektorale të ditës së sotme, të komentuara në botën virtuale dhe në rrjetet sociale. Nga ana tjetër do të shohim disa informacione të tjera që gjithashtu po diskutohen në rand ndërkombëtar. Në kuadër edhe të ndarjes nga jeta të Papa Franceskut është regjizori i njohur amerikan dhe hollywoodian Martin Scorsese, i cili është duke punuar për të përfunduar dhe dokumentarin në lidhje me punën dhe informacionet dhe raportimin e të gjitha misioneve të ndjerit Atit Shenjtë Papa Francesku, i cili u nda nga jeta me 21 prill në moshën 88 vjeçare. Një dokumentar i cili titullohet dhe Historia e re. Është pikërisht një punim kinematografik i me metrazh të gjatë nga regjizori i disa prej filmave më të njohur hollywoodian në gjithë botën, si Tundimi i fundit të Krishtit, me cilin në fakt Martin Scorsese ka pasur edhe komunikime me Vatikanin për të marrë informacione, apo filmin e vitit 2016 Silence, i cili foli pikërisht për gjendjen e vështirë të misionarëve jezuit
portugez në Japoninë e shekullit të 17. Por, Martin Scorsese, patjetër që ka pasur në fakt prej vitesh kohë për të punuar në lidhje me këtë dokumentar, që në krye të saj në fakt kishte misionin e Papa Franceskut për të ndërtuar shkolla në gjithë botën në mënyrë që të ofronte dhe arsimin falas për të gjithë ata persona të cilët nuk kishin mundësi edhe që ta kryenin ato. Scorsese u takua disa herë me Papën gjatë viteve, bisedat kanë ndihmuar shumë. Regjizori 82 vjeçar ndau edhe ngushëllimet e tij edhe kujtimin e Papa Franceskut në ditën e ndarjes së tij nga jeta. Do të prodhohet kështu edhe Aldeas, një histori e re, një dokumentar me metrazh të gjatë dhe projekt kulturor mbar botëror i zhvilluar nga Scholas Occurrentes, lëvizja globale arsimore themeluar nga Papa Francesku. Papa Francesku ka deklaruar vetë për dokumentarin duke thënë se Aldeas është një projekt jashtëzakonisht poetik dhe shumë konstruktiv, sepse shkon në rrënjët e asaj që është jeta njerëzore, shoqëria, konfliktet njerëzore, thelbi i udhëtimit të një jete, por gjithashtu ky dokumentar do të mbajë edhe intervistën e fundit finale të Papa Francesku dhe fjalët e tij të fundit drejtuar një kamere, por edhe mesazhe drejtuar edhe të gjithë besimtarëve katolik, por edhe të gjithë shoqërisë globalisht. Qëndrojmë në fakt në informacionet të cilat lidhen me Atin e Shenjtë në Rom, aty në fakt ku Papa Francesku ka jetuar edhe vitet e tija të fundit jetës, ai ishte në krye edhe të kishës të famullisë së Romës, por njëkohësisht edhe pikërisht aty ku ndodhet shteti i Vatikanit, në kuadër edhe të gjithë vizitorëve besimtarë katolik të cilët vizituan Vatikanin edhe Romën për dhënë nderimet e tyre në ceremoninë mortore të Papa Franceskut, duke se një biznes lokal ka gjetur gjithë hapësirën, por gjithashtu le të themi i është bindur edhe kërkesës së klientëve për të ofruar akullore të cilat mbajnë edhe emrin e Franciscus. Në fakt Papa Francesku shpesh ka folur për pëlqimin e tij shumë të madh për akulloret, duke shprehur se 3 shijet e tija të preferuara ishte kremi i pastiqerisë, shija e vaniljes dhe e kafes. Madje shpesh herë ai dhuronte edhe si për shembull në rastin e fundit në spitalin Agostino Gemelli në Rom, ku ai ishte i shtruar për një muaj si pasojë edhe e problematikave të fundit të tij me pneumoninë e 2 fisht, ofronte akullore për stafin e spitalit apo për të gjithë personat fakt që edhe ofronin ndihmë kundrejt Atit të Ndier të Shenjtë. Por akulloria Franciscus tashmë po frekuentohet nga turistë, nga vende ose nga gjithë të cilët preferojnë akullorë njësoj si Papa Francesku, por duan edhe të nderojnë Atin e Shenjtë. Një tjetër regjizor amerikan i cili ka marrë rrugën dhe ka zhvilluar një takim të fshehtë në Moskë, Kremlini nuk jep asnjë detaj për sa i përket dhe takimit të presidentit rus Vladimir Putin me regjizorin amerikan Oliver Stone. Stone e ka intervistuar Putin më shumë se 12 herë për gjatë viteve 2015-2017 në serinë e tij intervistat me Putinin. Ai gjithashtu e ka intervistuar Putin për dokumentarin e tij Ukraina në zjarr, që nga shumë kritik është parë si një këndvështrim simpatik ndaj përfshirjes së Rusisë në konfliktin në Ukrainë dhe agresionit rus në Ukrainë, dhe përpasoj dhe Oliver Stone është kritikuar. Kremlini nuk ka dhënë detajet e takimit, por në fakt mendohet se ky takim është zhvilluar në kuadër të ditës paradës së fitores që do zhvillohet më 9 maj, ku do doja të rikujtoja se Rusia dhe Vladimir Putin ka kërkuar dhe ka shpallur në fakt edhe armë pushimin me Ukrainën në datat 8 dhe 11 maj, me kërkesën që edhe Ukraina të aplikojë të njëjtën gjë, ndërkohë që edhe autoritetet në Ukrainë kanë deklaruar se kjo është thjesht një 3 ditësh pushimi për të festuar nga ana e Rusisë, diçka që ishte totalisht e papranueshme, dhe pse të mos vijonte armë pushimi, negociatat totalitare të tyre në mënyrë që të vijojë dhe jo thjesht jetë për 3 ditë. Në kuadër të shkëmbimeve të trupave mes Rusisë dhe Ukrainës, në Ukrainë, në shtëpinë e saj ka mbërritur dhe trupi i pajet i një reportere e ukrainase i të ndjerës Viktoria Roshchina, e cila u mbajt e arrestuar nga forcat ruse, por prokuroria ukrainase ka nxjerrë detaje për sa i përket një torturë të mundshme të kryer kundrejt reporteres, gazetares ukrainase, e cila raportonte në fakt në zonat më të prekura, aty ku kishte edhe më së shumti lëvizje apo edhe trupa rusë.
Eshtrat e saj janë në shtëpi dhe po bëhet edhe ekzaminimi dhe evaluimi. Ekzaminimi mjeku ligjor gjeti shenja të shumta torture dhe keq trajtimi sipas zyrës së prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës, duke përfshirë gërvishtje dhe hemoragji në pjesë të ndryshme të trupit, brim të thyera dhe gjurmë të mundshme të goditjes elektrike. Ka qenë koleg të Viktorias, të cilët kanë raportuar në mediat lokale, por edhe më tej se organet gazetares ndjer ukrainase janë zhvendosur dhe nuk gjenden në trupin e saj për të fshehur gjurmët, apo le të themi për të fshehur edhe shkakun e ndarjes së saj nga jeta, pra mënyrën se si ajo ka vdekur nëse ka ardhur si pasojë të torturave të shumta në burgun rus. Sipas CNN, të cilët kanë dokumentuar praktikat përhapura të natyrës së torturës në burgjet ruse, Rusia dihet se përdor goditje elektrike si një metodë torture kundër ukrainasve të ndaluar dhe të arrestuar. Roshchina u zhduk në gusht të vitit 2023, kolegët e saj thanë se gazetarja shkon në një pjesë të Ukrainës të kontrolluar nga Rusia për të raportuar mbi jetën e njerëzve që jetonin në pushtim. Në një tjetër pikë të nxehtë konfliktuale, siç është lindja e mesme, vijojnë edhe raportimet të jetës së përditshme, të cilën në fakt pikëllojnë gjithë njerëzit, por edhe japin edhe një dritare të situatës të rripin e Gazës, ku një raportues palestinez ka publikuar një video të fundit, e cila është mjaft rënqëse, është një djalë i mitur me këmbë të zbathura, i cili ndjek edhe depozitat e ujit që supozohet të furnizojnë edhe lagjet e ndryshme të rripit Gazës dhe banorët të mbetur aty me ujë. Djali i vogël duket se nuk ka ujë dhe përpasoj vrapon mes edhe makinës që mban depozitat gjithashtu të shkarkuara. Një moment mjaft i trisht. Ndërsa në Australi, sytë të gjithë medjave, por edhe të qytetarëve janë mbi një rast mjaft ronditës, të ndodhur kohë më parë, por që rikthehet si pasojë e seancave gjyqësore. Është një grua e cila akuzohet se ka helmuar vjerrën dhe një tjetër familjar të bashortit të saj, një helmim fatal nëpërmjet një vakti të konsumuar me kërpulla me kapele. Avokatët e gruas australiane kanë deklaruar përpara jurisë se vdekjet e tyre ishin aksidente të tmerrshme. Erin Patterson po gjykohet për vrasje në vitin 2023 të vjerrës së saj, Gail, vjerit Donald dhe motrës së vjerrës, Heather Wilkinson, të cilët të gjithë u nda nga jeta në spital disa ditë pasi Patterson u shërbeu atyre një vakt që përmbante kërpulla vdekjeprurse. Ajo akuzohet gjithashtu për tentativën e vrasjes së bashortit të Heather, Ian Wilkinson, i cili gjithashtu ishte në drek, por mbijetoi. Prokurorët pretendojnë se Patterson qëllimisht shërbeu këto kërpulla për të vrarë të ftuarit e saj përgjatë edhe vaktit konsumuar. Avokati i saj mbrojtës pretendon se këto ishin të gjitha një aksident tragjik, por në fakt edhe mënyra se si ka ndodhur gjithë situata në fund korrikut në vitin 2023 ishte e akuzuara Erin Patterson, e cila ftoi dhe priti 4 të afërmit e bashortit të saj, duke thënë atyre se donte të diskutonte në lidhje me një çështje mjekësore, edhe më pas kur u pyet nga prokurorët mbi të gjithë ingredientët që kishte përdorur për të servirur edhe vaktin, Patterson gënjeu dhe tha se nuk kishte përdorur kërpulla. Në Kenja, një atentat i cili ka lënë të vdekur dhe një antar të parlamentit kenjan, një ngjarje e cila ka shokuar dhe shoqërinë në rrugët e kryeqytetit në Nairobi. Personat armatosur që udhtonin me motociklet kanë shtënë mbi makinën e politikanit Charles Ongondo Were, përpara se njëri për tyre zbriti nga motocikleta dhe e qelloi nga afër duke i marrë kështu edhe jetën. Zëdhënësi policist në Nairobi ka deklaruar se natyra e këtij krimi duket të jetë e synuar edhe e paracaktuar. Deputeti i opozitës ishte ankuar 2 muaj më parë për kërcënime me jetë. Shoferi dhe truproja e tij, të dy të padëmtuar, arritën të çonin me urgjencë deputetin opozitar në spitalin e Nairobit, ku ai u shpall i pa jetë sapo mbërriti. Presidenti kenjan William Ruto i dha urdhër policisë të kryejë një hetim të plot mbi sulmin, duke shtuar se ata që janë përgjegjës duhet marrin dënimin që i takon në një vend ku ka mjaft rrezira. Mbreti Karl III ka zhvilluar një pritje për të gjithë të mbijetuarit e kancerit në pallatin Buckingham, aty ku ka dhënë
një fjalim për të ftuarit të tyre të cilët ishin të mbijetuar të kancerit, se ka mbajtur një fjalim, ka dhënë edhe një mesazh duke cilësuar në fakt një mesazh personal për pacientët të tjerë me kancer, foli për përvojën e frikshme, një mesazh të përzemërt, për shëndrimin në një statistik të gjithë të diagnostikuarve me kancer, duke referuar më shumë se 1000 rasteve të reja të regjistruara në Mbretërinë e Bashkuar në ditë. Ai tha se përvoja e tij të jetuarit me këtë sëmundje të rëndë kishte treguar se dëmshuria e madhe ndriçon edhe momentet më të errta të sëmundjes. Por mesazhi nuk dha përditësime mbi progresin e trajtimit të sëmundjes të vetë mbretit Karl III. Burime mbretërore thonë se ai po vazhdon në një drejtim mjaft pozitiv. Mbreti u diagnostikua në një formë të pazbuluar të kancerit në shkurt të vitit 2024 dhe vazhdon të marrë trajtim të rregullt, i cili thuhet se është i suksesshëm dhe se ai po përmirësohet. Kjo është dalja e tij e fundit publike, pasi rikujtojmë se vetëm disa javë më parë mbreti u shtrua sërish në spital dhe më pas u pa të dalë nga ai në një gjendje le të themi të mirë shëndetësore. Me këtë informacion kemi ardhur në përmbyllje të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në rrjetet tona sociale, ju ftoj të na ndiqni në webfaqen apcnews.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim. Jetë të heqen, i pak të shirushëm, 9 grada.